Sot në Xhaminë e Sinan Pashës në Prizren, Departamenti i Gruas në Këshillin e Bashkësisë Islame, me rastin e natës së Kadrit, mbajti program festiv. Program për të shënuar këtë natë të rëndësishme e ku morën pjesë edhe shumë përfaqësues zyrtar nga xhamati. Programin e udhëhoqi muslimania Ibadete Danjolli, kurse fjalë rasti për këtë natë të Kadrit mbajti Mërgime Kalenderi, koordinatore e Departamentit të Gruas në Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren, e cila u pasua me një ligjërat mjaft përmbajtësore për muajin e Ramazanit. Ti e falës dhe mëshirues. O Zot, na udhëzo në rrugën e drejtë dhe të vërtetë për ndrim të Kur'anit famlar dhe për ndrim të treguarit tënd, i cili është më fisniku i fisnikëve. O Zot, na prano përfundimin e leximit të Kur'anit fisnik. Na përmirëso nëse kemi harruar diçka apo kemi bërë ndonjë gëshim. O Zot, Kur'anin bëje dëshmi për ne dhe jo akuzues për ne. Në këtë manifestim solem nuk munguan as pikat artistike të përgatitura nga nxënësit e mektebeve, të cilët nga zbukuruan programin me ilahi në gjuhën shqipe, në gjuhën turke dhe në bosnjake. Këtij programi i ushtua hieshia me rastin e vendosjes së ambulesës nga një xhamatlike nga Prizreni. Në fund të programit u kolorizua me duan e hatmës, e cila filloi me këndimin e sureve nga mualimja Arjeta Sallashi dhe më pas vazhdoi me lutje në gjuhën arabe, mualimja Shenja Maksuti në gjuhën shqipe, mualimja Meliha Kokollari në gjuhën turke dhe Meradije Hamidi në gjuhën bosnjake, Merieme Uka në gjuhën rome, Gülçen Misim dhe të tjerë. Lusim Allahun e madhëruar të na pranoj ibadetet tona dhe të na bashkojë në tubimet të hajrit, u tha në fund të këtij solemniteti me rastin e natës së Kadrit.